Koreshi. Zoti Koreshi. Po. Është kthyer përgjigja, ju lutem. Zoti Koreshi. Po, janë. S'është e vërtet. I nderuar kryetar, edhe unë prap me ministren e shëndetësisë, linja në studio, ore e para njëra është mirë ajo, se do pyet nga shneti se mirë to interpelancat tona nuk i keni fut të xherio për t'i zjerë. Problemi është mirë se kemi bën merak. Ore pyetja tjetër është, e di ajo që është ministre apo se di? Se nuk mund braktiset kuvendi i Shqipërisë kështu. E treta, nuk pret smundja si thot ministrja në fjalët e veta në fund vitit, brenda këtij viti. Nuk pret. Nuk pret ere. Dhe po që se nuk e dini ku është, ta shpande njerëz tumër ka emisione televizive ta kërkojnë rrugëve të Tiranës. Ilaçet si dinda që ishin shtrenjtur. Se ç'a ndodh në për spitale, as se ka iden, ç'a punë bën kjo ministri e shëndetësisë? Se duhet me pyet ç'a punë bën ministri e shëndetësisë. Sepse për të marrë sot urgjencën, i bie 127-ës lidhe me Tiranën. Pastaj kismeta e Tiranës po t'i bjeri telefonit Lushnjës, edhe ai Lushnjës merr ty thot ku je. E kupton ç'a ndodh? Unë nuk doja ta përvoja të rob të shtëpisë për ta ditë ku isha, se dija siç ishte shëndetësia. Por i thoni asaj ministres shëndetësisë se ç'ndodh në spitalet shqiptare, se nuk e ka iden se çfarë tragjedie gjende përballë banorët e Shqipërisë. A ka mundësi 3 ore gjysmë i pacient duke vdek dhe nuk ka kardiolog? Ku ka mundësi? Ku ndodh? Cili vend shtet botës ndodhi gjë të tillë? Ku? Ku ndodh? A e dini që s'ka as pamuk Lushnjë, as dorashka. E di ajo, po këtë vit pra një herë, të vit, shikoj që ndodh. Kush ma përgjithësi që AZT nuk çoni leje ndërtimi 9 muaj për pacientët e Lushnjës? Leje ndërtimi për spital, masi ka dalë tenderi. Kush ma përgjithësi këtu? Si ka mund që zhvendosë spitali dhe nuk del leja ndërtimi? A ka njëri në të shtet që ma përgjithësi? Pse do t'i trajtojnë me njerëz si stall derrash atje? Na thoni ose njoftojni për rrogën paktin që i ka kalur, kaq, se edhe atë ndoshta i thoni që kaloi rroga, thuj, hajde bë punën. Faleminderit.